Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurorinë ndaj shtetasve BT 18 vjeç banues në Vlorë pasi në rrugën Zigur Lelo është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. IS 31 vjeç banues në Vlorë pasi në rrugën Gjergj Kastrioti është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi përkatëse. Është ndaluar dhe një 67 vjeçar banues në Vlorë pasi në rrugën pranë kalimit të fshatit Panaja është konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ndaj një 28 vjeçari banues në Vlorë pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase e cila pretendon se i ka dëmtuar xhamin e pasqyrës së automjetit të saj. Referuan materialet në prokurori ndaj një 29 vjeçari banues në Vlorë pasi u konstatuan nga shërbimet e policisë duke kryer punime në një tokë bujqësore në fshatin Aliban pa leje nga institucionet përkatëse. Gjithashtu, materialet u referuan në prokurori edhe ndaj një 32 vjeçari banues në Vlorë pasi ka dëmtuar xhamin e derës së hyrjes së një subjekti në rrugën Gjergj Kastrioti. Materialet i referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme hetimore.